الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrimi dhe lavdratat i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatë e selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës, e cila flet për të mirën apo vlerën e mbajtjes së lidhjeve farefisnore. Babu silatur rahimi tazidu fil umri. Kaptin se mbajtja e lidhjeve farefisnore e shton ymrin. Nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kush dëshiron që ti shtohet rrezku wa an yunsa'a lahu fi athari yunsa'a ka thënë dietar, domethënë më u vonu diçka, dhe ka polemik me dietarëve se çka ka për qëllim me këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çu do ta cekim në gjurmët e tij, në jetën e tij. Atëherë leti mban lidhjet farefisnore. Kush don mi ushtu pasunia, edhe kush don mi ushtu ymri, leti mban lidhjet farefisnore. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: "Idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Kur t'ju vjen exheli, përfundimi, as nuk u vonohet diçka, as nuk u shtohet diçka. Pra çështja është e prejme. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, ai i cili don me ushtu ymri, leti mban lidhjet farefisnore. Çka ka për qëllim me ushtu ymri? Çka ka për qëllim me yunsa fi atharihi? Disa dietar kanë thonë, nuk e ka për qëllim se i shtohet ymri. Ka pas me jetu 50, ka me jetu 70, 80. Dhe e kundërta, ai që si mban lidhjet farefisnore, ka pas me jetu 70, 80, i shkurtohet, ka me jetu 50. Se kanë thonë, se ka për qëllim në realitet shtimin e jetës, po e ka për qëllim bereqetin. Pra Allahu xhalla xhelaluhu i jep bereqet në jetën e tij, i jep sukses në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, i jep sukses në shfrytëzimin e kohës, në veprimin e asaj e cila i ban dobi kur del para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për qëllim. Disa dietar kanë thonë, yunsa'a fi atharihi, e ka për qëllim husulul quwwati fil jasad, bahat i fortë në trup. Ka orsa shpjegime se për qëllim me këtë fjalë e ka bahat i fortë, e ma trupin shëndash, është i shëndetshëm, është i fortë në trupin e tij. Disa dietar kanë thënë baqa'u dhikril jamili fil akhirah. Përmendja për të mirë pas vdekjes së tij. Yunsa fi atharihi, e ka për qëllim se i bëhet muhabeti i mirë pasi që të vdesë. Dhe në këtë mënyrë apo i shtohet ymri. Ai ka jetu 50 vjet, njerëz të përmendin 500 vjet, 1000 vjet. Sikur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëz të mirë për gjatë historisë, dhe disa prej dietarëve kanë thënë e ka për qëllim shtimin e ymrit të jetës për një me. Dhe kjo është prej shkaqeve sheriatike që e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu nuk kemi diçka në kundërshtim me ajetin e lartë përmendur. Pse? Për shkak se Allahu xhalla xhelaluhu në surën Ra'd thot: "Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab."
Allahu fshin çka don dhe çka don len. Dhe të ai është libri, baza e librit, Lauhul Mahfudh. Disa dietar kanë anuar në mendimin se ajo çka fshihet dhe ajo çka vërtetohet është e shkruara që është në dorën e melaçeve, që është në librin e melaçeve. Allahu xhël xhelalu dhe krejt kjo komplet është në caktimin kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Apo se na kemi kitabetun ezeliye, Lauhul Mahfudh. Aty nuk ndryshon kur gjë. Çka ka shkruajt aty Allah, aty nuk ndryshon kur gjë. Pastaj kena ajo çka është në dorën e melaçeve, apo ajo çka është jetësore. Pra atë çka Allahu e shënon në dorën e melaçeve kur jetë fëmia nana shtatzan dhe ja shënon ymri sa ka me jetu edhe a ka me qenë i zhgënjym, a ka me qenë i lumtur, rrezikun sa ka me pas edhe kështu me radhë. Ka prej dietarëve që kanë mendimin që edhe kjo ndryshohet, kjo çka është në dorën e melaçeve. Edhe krejt kjo është në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Qose Allahu e ka caktuar dikujt me jetu 50 vjet. Ka thënë dietarët, prej shpjegimit është që në qoftë se ky i mba lidhet farefisnore, le të jetojë 70. Nëse nuk i mba, le të jetojë 50. Dhe krejt kjo është në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Këtë vërteton edhe më tepër Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu ka qenë duke bëu tavaf. Edhe ka thënë Allahumma in kunta katabtani fi ahli as-saadati fa athbitni fiha. O Allah, në qoftë se mu më ke shënu në regjistrin e njerëzve të lumtur, vërtetoje këta, bëre qëndrush me këtë. Wa in kunta katabta alayya ash-shaqawata famhuni wa athbitni fi ahli as-sa'ada wal maghfira. Në qoftë se mu më ke shënu në regjistrin e njerëzve të humbur, të shkatruar, fshije dhe shënojon në regjistrin e njerëzve të mirë dhe të faljes. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit. Për shkak se ti fshin çka don dhe çka do vërteton e lën. Wa indaka umul kitab, dhe te ti është libri, pra Lauhul Mahfudh, dhe kjo po ashtu transmetohet edhe nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Pra kanë thënë dietar, ka mundsi dikush që ka pas me jetuar 30 vjet, edhe 30 vjet tjera. E ka shkëput lidhjen farefisnore, jeton në 3 ditë dhe vdes, edhe vdek. Dhe ka mundsi dikush e ka pas me jetuar 30 vjet, edhe 3 vjet, edhe 3 ditë, fillon me mbajt lidhjet farefisnore, i shtohet tymri edhe 30 vjet. Krejt kjo është në atë çka është në dorën e melaçeve. Ama ajo çka është Lauhul Mahfudh, krejt kjo është e shtrujtme. Dhe kjo është në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberi sa selam thot, kush don me ushtu rrezik? Pasuni, kush do? Dikush ka më mënu që i veç pasunia. Jo, për asë ka thonë rrezik. Rrezik është shëndeti, rrezik është gruaja e mirë, rrezik është fëmiu i udhëzuar, rrezik është shëndeti jot, rrezik është pasunia jote, rrezik është furnizim, është mos me qenë ti nevojtar për dikë. Këta këto janë rrezik. Po na ti lan këto se neve nuk na shkon mendja te këto lloj furnizime që na ka dhënë Allah. Na e kena kryer te parja. Mas pak të kanë thënë dietarët, Allahu dëban që mos me pas nevojë për dikant tjetër. E kalon jetën mjaftueshëm, mos me pas nevojë me asgjë dorën dikujt. Pra ai që i mban lidhjet farefisnore, Allahu ja rregullon këtë çështje. Edhe më shumti i shton Allahu pasunin shumë. Që shka ndodh raste në histori të shumta, që Allahu xhël xhelalu u ka shtu pasurin shumë. As vetë se kanë ditë se kanë pas pasurin. Prej tyre Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu, kur ka ardhur në Medinë, ka ardhur 0-0. Ka braktisë gjithçka që kanë pas në Mekë, kanë ardhur në Medinë durthat. Për një periudhë të shkurtë kohore ka bërë shumë pasuni. E Abdurrahman ibn Aufi ka qenë i njohur për atyre që i mban lidhjet farefisnore. O shkon i dallum. Aisha radhiyallahu anha njëjtë, ka qenë i dalluar radhiyallahu anha në investim, në furnizim të familjarëve, në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, dhe Allahu i ka dhënë shumë. Dhe raste të tilla kemi në histori shumë. Si duket ndryshe, transmetohet në Musannefin e Abdurrazzakit se thuhet: "Wa ma min ta'ati Allahi shay'un a'jala thawaban min silati ar-rahim." Dëgjoni mirë. Sa e rëndësishme kjo. Nuk ka ndonjë nënshtrim ndaj Allahut
nuk ka ndonjë nënshtrim ndaj Allahut, po nuk ka ndonjë adhurim që ja bëjnë Allahut subhanahu wa taala, e cila është shpërblimi i cilës vjen më shpejt se sa lidhjet farefisnore. Pra nuk ka diçka që të vjen shpërblimi më njëherë shpejt sikur mbajtja e lidhjeve farefisnore. Wa min ma'siyati Allahi shay'un a'jala 'uqubatan min qati'ati ar-rahim. Dhe nuk ka diçka prej mëkateve që i bëhet Allahut që më shpejti e bie dënimin se sa shkëputja e lidhjeve farefisnore. Pra rreziku shumë i madh. Dhe fitimi është shumë i madh për atë që i mban lidhjet farefisnore. Edhe rreziku është shumë i madh për atë i cili i shkëput lidhjet farefisnore. Pastaj thot: Innal qawma la yatawasaluna wa hum fajara, fatakthuru amwaluhum wa yakthuru adaduhum. Thot ka popull i cili janë të lidhur, mbahen mes veti. Dhe ata janë fajara. Ka thonë dietar, tu fajara këtu hin edhe gjunaçari, këtu hin edhe fasiki, këtu hin edhe qafiri. Ata jo besimtarët. Krejt hin këtu. Nuk ka citat që është për gjunaçart prej muslimanëve. Fajara. Ka mundësi me qenë prej jo besimtarëve. Që mbahen mes veti, ju shtohet pasunia edhe ju shtohet numri i tyre. Ja ne kaluam përmendi një urtësi, Allah e shpëleft, një prej xhamative prej vllaznive, tha kom lexu dikun histori që prej urtësive se pse tatarët kanë qenë me pushtet shumë vjeçar, për shkak se janë mbajt mes veti familjarisht. Janë mbajt mes veti familjarisht. Dhe këtë që maceki ai vllau e vërteton këtë transmetimi i Abdulrazakut Musannef. Një popull i cili mbahet mes veti, edhe pse janë fajara, ju shtohet pasunia, edhe ju shtohet numri i tyre, thot: "Wa innahum la yataqata'una fataqillu amwaluhum wa yaqillu adaduhum." Dhe ndodh që ata të mos i mbajnë lidhjet mes vete, ju paksohet pasuria, edhe ju paksohet numri i tyre. Edhe tash për këtë realitet më së miri mundem na tregue gjeneratat më të vjetra që janë mbajtur mes vete. Ndash ka këndi i bereqetit, ndash ka këndi i forcës fizike, ndash ka këndi i pasurisë në shumë raste, ka qenë ndryshe. Po foli për vendin ku na jetojmë, se lidhjet farefisnore kanë qenë shumë më të shtërnguara dhe gjendja ka qenë shumë më ndryshe. Bereqet ka pas më shumë, pasuni ndoshta me parë s'ka pas, në disa raste ka pas shumë pasuri, mirë po bereqet ka pas shumë. Forca fizike ka ekzistuar, ka qenë nivel ka qenë. Kjo gjendja që jemi na sot është rezultat i kësaj. Nuk e dim njëri prej neve se kur kemi shku me vizitu ata që e kena obligim me vizituar. Dajën, tezën, hallën, vllavin, miqën, gjyshin prej babës, prej nanës ose prej babës prej nanës, gjyshin prej grujës, ajo është në nivel, edhe pse se kena obligim, ajo është në nivel. Pra, nuk ka ndonjë vepër e cila e bie dënimin më shpejt se shkëputja e lidhjeve farefisnore. Po ashtu në hadith tjetër nga Anas radhiyallahu anhu, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, është transmetuar e njëjta se kush don me ushtue pasunia dhe kush don me ushtue ymri, le të mban lidhjet farefisnore. Kaptina tjetër, babu man wasala rahimahu ahabbahu Allahu. Kaptin, ai i cili i mban lidhjet farefisnore e don Allahu subhanahu wa taala. Nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu se ka thënë: "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusiya fi ajalihi wa fi lafdhin unsiya lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu." Ai i cili ka frikë Allahun, i mban lidhjet farefisnore, i shtohet ymri, i shtohet pasunia dhe e do familja e tij. Pra, për këtë se i shtohet pasunia, në do raste ka ku Allahu xhel xelaluhu i ashton pasuninë edhe edhe mëkatarëve. Edhe në raste ku Allahu xhel xelaluhu i ashton pasuninë edhe mëkatarëve. Edhe në raste ku Allahu xhel xelaluhu i ashton pasuninë edhe mëkatarëve. Edhe në raste ku Allahu xhel xelaluhu i ashton pasuninë edhe mëkatarëve. Edhe në raste ku Allahu xhel xelaluhu i ashton pasuninë edhe mëkatarëve. Pra, nuk ka
Nëse i bëjnë këto vepra i jashton pasurinë. Nëse nuk i bëjnë këto vepra ka raste ku Allahu jashton pasurinë, edhe pa i bërë këto vepra. Edhe nuk i mban lidhje farafisnore, me pasuria i shtohet. Ka thënë dietar, kjo është istidraj, marrje e ngadalshme nga ana e Allahut drejt dënimit. Pra Allahu është duke e marrë kadal drejt dënimit me e çunë dënim të dhëmshëm. Për shkak se shpesh në më shumë, pse ato kanë më shumë qafirat, vaj qafira, vaj mushrik është, ai murted është, ai krishter është, jehud është, ka pasuni edhe kështu me radhë. Allahu xhalla xhelaluhu i jep pasunin istidrajen, që me marr gradualisht ngadal në dënimin e tij, dënimin e dhëmshëm. Men ittaqa rabbahu, thot Imam Baydawi, الوقاية في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة وله مراتب. التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك والتجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. ثم من بيضاوي الوقاية تقوى دون مثال نعم terminologji shariatike do të më thonë një fjalë, një vepër me të cilën njeriu e ruan veten e tij prej asaj e cila i bën dëm në botën tjetër. Dhe kjo është disa gradë. Grada e parë dhe ku duhet të jetë fokusi fillimisht për njerëzve është që ta ruan veten e tij prej dënimit të përgjithmonshëm në zjarr të xhenemit, ajo është me largim prej shirkut. Mu largu prej shirkut, me shpëtu veten prej të qenë përgjithmonë në zjarr të xhenemit. Pastaj gradat tjera janë mu largu prej mëkateve të cilat janë shkaktare që e çojnë njeriu në zjarr të xhenemit. Allahu na ruaj. Thot hoxha në këtë libër, "Fa man harasta ala tul al-umri wa ziyadati al-mali sari ila taqwa Allah ta'ala wa silati al-arham fa hadha khayru sabil ila dhalik fa inna tul al-umri fihi majal al-musara'ati ila al-jannati arduha as-samawati wal-ard." Thot o ti i cili je i kujdesshëm për jetën tënde dhe do me pas jetën e gjatë dhe do me shtu pasunin, mu bo i pasun, sërih, nëziton, të shkajt, në dy sende. Nëziton në takvallëk dhe nëziton në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, për shkak se kjo është rruga më e mirë me të cilën ti i arrin qëllimet e tua. وفي هذا الأثر الأمر بالإخلاص وتقوى الله عز وجل والأمر بصلة الرحم وأن ذلك سبب زيادة العمر والمال وحب الأهل والأقارب. Thot në këtë hadith prej dobive kemi urdhërin për sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mos ta mashtrojna veten, po të jemi të sinqert me Allahun xhalla xhelaluhu, të jemi të devotshëm në raport me Allahun subhanahu wa taala, urdhri për mbajtjen e lidhjeve farefisnore dhe se kjo është prej shkaqeve të shtimit të pasunisë, të shtimit të ymrit të jetës, edhe është prej shkaqeve me të cilat njeriu e arrin dashurinë e familjarëve të vet. Familjarët nuk kanë raport të njëjtë, nuk kanë mendim të njëjtë me atë i cili ka shkëput, edhe me atë i cili mban lidhje farefisnore, pavarësisht qenës së tyre ndaj teje. Nuk i kanë mendimin e njëjtë. Dashuria për atë person i cili mban lidhje farefisnore është e dukshme, shifet mejdan është për një person i cili mban lidhjet farefisnore. Kaptina tjetër, babu birril aqrabi fal aqrabi. Kaptina e mbajtjes së lidhjeve me të afërmit dhe me të afërmit. Pra, pasi që Allahu xhalla xhelaluhu në këto kaptina vërtetoi obligueshmërinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore dhe vërtetoi dhe pohoi rrezikun dhe mëkatin e atij i cili shkëput lidhjet farefisnore, Allahu xhalla xhelaluhu na drejton në atë se kush është përparsor me i mbajt lidhjet farefisnore me rend. Pra Allah xhalla ka dhënë hakin secilit me rend. Thot el aqrab fal aqrab. Në këtë hadith nga Miqdam bin Madi Kelib, annahu sa'i ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Inna Allaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrabi fal aqrabi.
Në këtë hadith është përmend nana 2 herë. Kurse Imam Ibn Hajeri në shpjegimin e Fathul Barit e sjell këtë hadith prej Adabul Mufrad Imam Buhariut me 3 herë. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ju le vasiat, ju le trashëgimi, ju le mësim, ju urdhëron. Çka? T'jeni të kujdesshëm ndaj nanave tuaja. Pra ta mbani lidhjen, raportin e mirë me nanat tuaja. Pastaj ju këshillon me nanat tuaja. Pastaj ju këshillon me nanat tuaja, pastaj ju këshillon me baballarët tuaj. Pastaj me më të afërmit dhe më të afërmit. Pas babës dhe nanë, njërë nana 3 herë, pastaj baba, pastaj me rend. Secili në gradën e vet. Kanë thënë dietarët. Kjo kaptin dhe kjo hadith na flet neve në qoftë se 2 urdhra dalin karshi njëra tjetrit. Për shembull, baba në shtëpi thot, o djalë, bane që këtë vejpër. Diçka që nuk është haram, normal. Diçka që duhet me respektu dhe me ndëgju babën. Thot, bane një vejpër. Bema një gotuj. Për shemë. Dhe anën tjetër, nanër thot, bjema mu një gotuj. Qtash? E qatë dush mi dhonë për parësi kujna? Babës e për nanës. Të shqiptarë, që gotë zonë me athi, babës e ti tha të rintë. Haman shëriatë. Njërë me marrë gotën, mi adhën nanës, pas të mi adhën babës. Nëse ka nevoj, mi a shpegu babës, mi të regu, mi thonë, o babë, Allah në ka urdu fillimish me nanën, pas taj me babën. Pra kur vinë karshi 2 urdhna, të cilët je obligim të me mbajt lidhjen dhe raportin me ta, shkon me rend. Nana, pas taj baba. Ose për shembull, e ke një vlla prej babës dhe prej nanës, edhe e ke një vëlla veç prej babës ose veç prej nanës. Me kanë obligosh fillimisht me mbajtje farafisnore. Me këtë që e ki prej babës dhe prej nanës. Se kjo është më i afër prej teje. Pastaj me ata tjerë. Kanë thënë dietarët, prej dobive të këtij hadithi, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me i stacionu apo me i vendos njerëzit se cilën gradën e vetë. Se cilën në vendin e vetë. Mos më ndru vendin. Nana në vendin e vetë, baba në vendin e vetë, bashortja në vendin e vetë, fëmijët në vendin e vetë, shoqënia në vendin e vetë, dhe se cilit inzalu nasi manazilahum. Me u dhon hakin se cilit atë sa ai e meriton. Hadithi tjetër në kaptin, këto 2 hadithet e përmendura tash, janë 2 hadithet të dobta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po forcohen me hadithe tjera. Abu Huraira radhiyallahu anhu erdhi në një të ejte në mbrëmje, pra xhuma, prama, dhe tha, e ndaloj çdo njeri që ka ndërprer lidhjet farafisnore apo e paralajmëroj që të largohet nga mesi ynë. Ka qenë një vend, me një mezhlis, dhe ka thonë se çdo njeri i cili ka shkëput lidhjet farafisnore, le të çohet për të mezhlisit. Askush nuk u ngrit derisa ai tha këtë 3 herë. Këtë përsëritje Abu Huraira 3 herë. Atëherë një djalosh shkoi te halla e tij nga babai, me të cilën kishte ndërprer marrëdhënie për 2 vite, e ajo i tha: "O biri vllau tim, pse ke ardhur? Çfarë të solli marto?" Thot, e dëgjova Abu Huraira radhiyallahu anhu duke thënë kështu edhe kështu. Ajo i tha, ktheu edhe pyete pse ka thënë këtë Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu tha, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, veprat e bijve të Ademit paraqiten Allahut çdo të enjte në mbrëmje, natën para xumas, dhe nuk pranohet vepra atij i cili i ka ndërprer lidhjet farafisnore. Dhe nuk pranohet vepra e atij i cili i ka ndërprer lidhjet farafisnore. Ky hadith me transmetim nga pejgamberi se më është i dobët. Mirë po këtë hadith e forcon dhe jep kuptim
Një hadith tjetër i saktë që ka transmetuar Imam Muslimi rahimahullahu taala, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Ditën e Eidit dhe ditën e Han hapen dyert e xhennetit. Fa yughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a. Dhe i falet çdo robi i cili nuk i ka bërë shirk Allahut diçka. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna. Përpas njeriu që mes ti dhe vëllau ti ka armiqësi, ka problem, ka shkëputje, ka problem, ka armiqësi. Fayuqal, dhe thuhet, anziru hadhaini hatta yastaliha. Anziru hadhaini hatta yastaliha. Anziru hadhaini hatta yastaliha. Thuhet, leni anësh këto. Këto dy leni anësh derisa të pajtohen. Këto dy leni anësh derisa të pajtohen. Këto dy leni anësh derisa të pajtohen. Kanë thonë dietarët, meqense hadithi i parë nuk qëndron si hadith për të vërtetuar për meselen, atëherë te hadithi i dytë argumentohemi se nuk i ngritet veprat e Allahut derisa të pajtohet. Dhe kjo është e rrezikshme. Jo që nuk i pranohet, po nuk i ngritet vepra, se ka thonë këtë hadith të saktë pejgamberi, leni anësh derisa të pajtohen. Dhe këto është rrezik shumë i madh. Kjo është rrezik shumë i madh. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Ditën e gjykimit do të vendosim peshorët e drejtësisë dhe aty nuk i bëhet pa drejtësi kërkujna. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ai që ka bosa një grimcë atomit shumë pak të vogël dhe të mirë, na kena me apru. Ai që ka bën një vepër, qoftë mirë, qoftë keqe, sa grimca atomit të vogël, na do ta bim. Wa kafa bina hasibin, mjafton që na jemi ata që marrin në llogari surja Al-Anbiya. Mjafton që robi të mediton se të hanën dhe tejnëtën i ngritën veprat për të Allah. E në qoftë se është prej atyre që i ka shkëput lidhjet farafisnore, vepra e tij nuk ngritet. Vepra e tij nuk ngritet. Ngrihet, rri anësh. Deri kur? Derisa të pajtohen. Derisa të pajtohen. Dhe hadithi tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pashë kjo hadith është i dopt, mirë po hoxha ka pru në këtë nga Ibn Umayr, falni, e ka pru së transmetim, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allahu ta'ala fiha. Nuk ndodh që njeriu të shpenzon për vetën e tij apo për pasurinë e tij, apo për familjen e tij, duke shpresuar shpërblimin te Allahu, vetëm sa Allahu ka me e shpërblye. Wabda biman ta'ul, fillo, pra shpenzo ma çka ke obligim. Jep ju atyre që ki obligim me u dhon. Fa in kana fadlun fal aqrab. Në qoftë se ki të pric, pra jep, shpenzon nga pasuria për ata që ki obligim me i mbikëqyr. Në qoftë se ke të pric, fal aqrab. Atë çka ke mas afërmi. Në qoftë se ti e ki kry obligimin tanë ndaj fëmijëve, bashortes, prindërit kanë nevojë, pastaj ma e mira, ma përparsoria, dhe urdhën nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është me i këshyr të tjerë që e kina për rrethi. Pra çka të pron prej kësaj, me e këshyr dikan në familje. Ma mirë është mja dhonë motrës tande, vllaut tanë, tezës, halës, gjyshit, gjyshes, kanë e kuj prej familjes, farafit ma ofër, me ndihmue, se me ndihmu dikujna që është ma lartë. E ati ma larga, hiç mos me ndihmua, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa in kana fadlun fanawil. Qose kia la, pastaj xhanosh. Pastaj zgjerosh edhe tek të tjerët. Elusim Allahun që Allah të mëson të bëjmë lidhje farafisnore. Elusim Allahun që Allah të na ruan nga ky rrezik i madh, për fat të keq që pjesa dërmuese e shoqërisë ka ra në shkëputjen e lidhjeve farafisnore. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.